Mirë, kthehemi në studio, lidhemi dhe njerë me Alketa Shapën se i takon hetimeve të fundit nga Spaku dhe kontrollet në teren. Alketa, të përshëndes dhe njerë, ka patur detaje të reja, flitet për 20 urdhra të ndryshëm që në ekzekutim janë mbështetur nga agentët e BK-s dhe forcat policore. Çfarë ka ndodhur? Të përshëndes, Gjoj, janë 20 urdhër kontrole të cilat janë urdhëruar nga Prokurisë Posaçme Antikorrupsion që të ushtrojnë pra që të kontrollojnë disa ambiente. Pikërisht ditën e sotme është një kërkesë e cila ka zbritur në gjykatën e Posaçme Antikorrupsion rreth një javë më parë nga prokurori Dritan Prinçi dhe është përcjell gjyqtarit për hetimet paraprake, ku ky fundit ka firmosur kërkesën e SPAK, pra ka firmosur 20 masa kontrolli dhe është një operacion apo janë kontrolle që vijojnë ende nga ana e agentëve të Buros Kombëtare të Hetimit, ku pasi në mbështetje dhe policia e shtetit rreth 40 efektiv të cilët drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit ka vënë në dispozicion të prokurisë posaçme dhe në dispozicion të Buros Kombëtare të Hetimit për të kontrolluar pikërisht ambiente të ndryshme. Konkretisht lidhen me biznese në fushën e firmave të ndërtimit, janë dy qarqe apo dy zona të cilat po kontrollohen apo në të cilat janë pozicionuar agjentët e BK-s bashku me efektiv të policisë së shtetit, konkretisht në kryeqytet zona e Liçenit. Janë disa biznese aty që operojnë në fushën e ndërtimit që po ushtrojnë kontrolle ende nga ana e agjentëve të Buros Kombëtare të Hetimit, ku pritet që të shihet më pas në rast do të ketë apo jo sekuestrime të dokumentave apo ndonjë materiali tjetër që të shërbej prokurorit të çështjes për të zgjeruar edhe më tej hetimet që lidhen me numrin 2 të qeverisë zonjën Belinda Balluku, dhe nga ana tjetër ka kontrolle edhe në zonën e Lushnjës që lidhet po me firma të ndërtuese. Firma ndërtuese që siç duket Prokuria Posaçme Antikorrupsion kërkon të gjej apo themi dokumenta që lidhen me procedurat e ndryshme të tenderimit, pra për të parë në rast do të kemi apo jo ndonjë sekuestrim të këtyre dokumentave apo ndonjë materiali tjetër që do t'jetë në dobi të hetimit që po kryen SPAK ndaj disa personave, ndaj disa zyrtarëve, mes cilëve Belinda Balluku, ndaj kryetarës Shëgentian Gjyli, kreu të keshit Real Delezi, por edhe disa personave të tjerë që tashmë janë marrë pandehur edhe nga Prokuria e Posaçme Antikorrupsion. Nuk di mende se për cilat biznesmen bëhet fjalë, por nga ana tjetër përveç biznesmenëve ka edhe është një pjesë e stafit të Belinda Balluku, ndaj të cilëve ka po ashtu urdhër kontrolle dhe që po ushtrohen kontrolle nga ana e si thash nga ana e grupit tashmë që ka zbritur në terren me urdhër të Prokurisë së Posaçme Antikorrupsion, është një pjesë e stafit të Belinda Balluku dhe këto kontrolle vinë edhe theksoi një herë vetëm pak ditë pas disa kontrolleve të mëparshme që u kryen në fund të vitit 2025, konkretisht në datën 28 dhjetor, ku pati kontrolle në banesën e Gentian Gjylit, në banesën e Real Delezit dhe në banesën e disa të drejtoreshës së kabinetit në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe disa personave të tjerë që lidhen apo që janë persona të ngushtë me Belinda Ballukun, e cila dhe të cilës ju komunikua zyrtarisht pak muaj më parë vepra penale, shkeljes së barazisë në tendra, kryer kjo pra në shkeljes së barazisë në pesarëzën e tendra, kryer kjo edhe në formën e bashkëpunimit me vartësit e saj. Megjithatë, unë theksoj një herë që janë disa procedura tenderimi që po hetojnë dhe po verifikohen nga ana Prokurisë së Posaçme Antikorrupsion, përveç 10 procedurave që tashmë janë bërë zyrtare përmes zyrës së medias nga vetë ana e SPAK-ut, janë disa procedura të tjera që po verifikohen nga ana e prokurorit Dritan Prinçi, dhe do mbetet për të parë në rast do të ketë apo jo ndonjë shtim akuzë ndaj Belinda Ballukut, apo në rast se kjo e fundit apo në rast se do të mbetet po kjo akuzë që ne jemi duke komunikuar tani së bashku, ku e theksoi një herë që u komunikua vetëm pak muaj më parë nga ana e Prokurisë së Posaçme Antikorrupsion. Në fakt SPAK-u ka sekuestruar edhe më herët materiale të tjera, si dhe dokumente të tjera nga kontrollet që ka kryer më herët, që për momentit që edhe regjistroi procedimin penal dhe vijoi nisi hetimet ndaj personave të ndryshëm mbi bazën e veprave penale të shkeljes së barazisë në pjesëmarrëzën e tendrave dhe ankande publike. Nga ana tjetër, sekuestrimi i aparateve celular ka shërbyer po ashtu si element kyç apo edhe si një provë kyç apo themi për SPAK-un për të çuar në këto kontrolle, por qoftë dhe për të çuar në lëshimin e masave të sigurisë, të paktën ndaj 3 personave së fundmi, ndaj Belinda Ballukut, Real Delezit dhe Gentian Gjylit, dhe madje ka qenë celulari pikërisht ish kryetarësh e Viz Berberi që mbahet prej disa kohësh, për gati 2 vitesh në ambiente tepër aburgimit dhe që po gjykohet ende në një proces për në gjykatën e Posaçme Antikorrupsion, ka qenë celulari i këtij të fundit ku zbërthyen biseda të ndryshme mes tij dhe vet ministres Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku, por edhe mes tij dhe personave të tjerë për të cilat Prokuria Posaçme Antikorrupsion po vijon ende hetime. Në rast se do të kemi apo jo
veprime më të thelluara nga ana e SPAK-ut, këtë mbetet për të para, por në rast se ky grup i fundit do të çohet për gjykim, por mund të kemi mbylljet e hetimeve dhe mund të çohet për gjykim, këtë do të shihet se si do të veprojë prokurori Dritan Prençi, ku së bashku me të po punon edhe është asistuar pikërisht në këtë dosje dhe prokuroria tjetër Dorina Beko, të cilën në fakt e pam për herë të parë edhe në momentin që u zhvilluan masat e sigurisë në apelin e posaçëm antikorrupsion, pra kur u bën kimimi masave nga këta tre zyrtar, pam edhe prezencën e zonjës Dorina Beko, që siç duket do të jetë mbështetëse në hetimin që po kryet dhe që është kryer prej kohësh nga ana e prokurorit Dritan Prençi. Megjithatë, Gjoj, do presim në rast do të mundemi do të mësojmë jo zyrtarisht se të cilët persona po ushtrohen kontrollet ditën e sotme dhe se çfarë është gjetur prej aty nga ana e agjentëve të byros kombëtare të hetimit, që se theksoni njerëz do të shërbej po themi këtij hetimi që po kryen struktura e posaçme ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, ndaj cilës janë caktuar 2 masa sigurie, 5 zullim nga detyra dhe ndalim i daljes jashtë territorit të vendit. Ndërkohë, Alketa, lidhur dhe me ecurinë e përballjes në parlament, do të presim caktimin e një date të Këshillit të Mandateve. Në këtë kuptim, si pritet përshkallëzohet më tej përballja e drejtësisë me Ballukun, pasi do të jetë një vot ndoshta politike që do të përcaktojë heqjen ose jo të imunitetit. Në fakt, këmbgulja e opozitës Gjoj ka qenë e madhe, lidhur me për të patur një mbledhje sa më shpejt të Këshillit për mandatet rregullore dhe imunitetet, pavarësisht se ka patur edhe mungesë nga ana e socialistëve. Këta të fundit kanë kërkuar që të mblidhen në mënyrë që të merret në shqyrtim kërkesa e depozituar më herët nga ana e prokurisë së posaçme antikorrupsion, konkretisht 2 ditë përpara se Altin Dumani të lindte mandatin e tij si krye prokuror, ku ishte dhe lëvizja e fundit në një farë mënyre që ky fundit bëri duke i dërguar një shkresë kuvendit që të hiqë imuniteti Belinda Ballukut në mënyrë që SPAK të procedonte më tej me një masë tjetër shtrënguese sigurie, siç është ajo e arrestit në burg apo ajo e arrestit në shtëpi, pa e specifikuar pra për ligjvënësit të cilën prej këtyre masave kërkon SPAK të rëndojë apo të vendosë ndaj Belinda Ballukut. Në fakt do të shihet se kur do të mblidhet fillimisht Këshilli i Mandateve dhe çfarë vendimari do të merret prej aty dhe më pas kjo çështje do të kalojë edhe në parlament ku do të votohet mbi kërkesën e SPAK-ut për parë në rast se ligjvënësit do të japin dritë jeshile kërkesës së prokurisë posaçme antikorrupsion për të hequr mandatin apo imunitetin e Belinda Ballukut, apo në rast do të refuzohet kjo kërkesë e SPAK-ut. Megjithatë, do të jetë një procedurë e cila do të shihet se si do të vijojë nga ana e prokurisë posaçme, pra në rast do të ketë një refuzim, çfarë do të bëjë më tej prokuria e posaçme për të vijuar pra me një masë tjetër sigurie, pasi SPAK ka paraqitur edhe argumentat e tij në lidhje me arsyeën pse kërkon që të caktojë një masë tjetër ndaj Belinda Ballukut, duke theksuar edhe që ka rrezik që zonja Belinda Balluku mund të kryejë edhe të njëjtën veprë penale, por mund të kryejë edhe një tjetër veprë penale në momentin që kjo i fundit të ushtrojë detyrën si ministri infrastrukturës dhe energjisë, apo qoftë duke mbajtur detyrën si zëvendës kryeministre e vendit. Për këtë arsye u kërkua fillimisht edhe apo u caktua fillimisht dhe masa e 5 zullimit nga detyra pikërisht për të shmangur këtë gjë. Megjithatë, duhet thënë edhe që ishte një vendim i gjykatës kushtetuese i dhënë më herët, ku gjykata kushtetuese pranoi ankimin e depozituar nga vetë kryeministri i vendit Edi Rama, i cili kërkoi të pezullohet vendimi i pezullimit nga detyra deri në momentin që do të shqyrtojë në themel ankimi i tij në një seancë apo në një seancë plenare, shumë ta quajmë të tillë në gjykatën kushtetuese, për të parë në rast se ka të drejtë apo jo Edi Rama, i cili thotë që një gjykatës një prokuror nuk mund bëhen bashkë për të pezulluar nga detyra një antar qeveria, apo në rast se ka të drejtë prokuria e posaçme dhe gjykata e posaçme antikorrupsion, e cila konfirmoi pikërisht kërkesën e prokurorit Dritan Prençi për të pezulluar nga detyra Belinda Ballukun, ku gjyqtari Erion Çela edhe në zbardhjen e vendimit që ne disponuam më vonë, arsyetoi pikërisht faktin se ka rrezik që Belinda Balluku të kryejë veprën penale të shkeljes barazisë të ëndra sërish, pra edhe një herë tjetër, përveç rasteve që janë evidentuar tashmë nga ana e prokurisë posaçme antikorrupsion, ka rrezik që kjo i fundit mund të prishte provat apo mund të intimidonte dëshmitarët. Madje një rast të tillë e ka provuar dhe vetë prokuria e posaçme antikorrupsion, që bën fjalë për intimidimin e zyrtares apo nivelit të specialistës e nivelit të lartë të Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë, zonjës Mirzeta Kashnica, e cila është marrë dhe e pandehur më herët nga ana e prokurisë së posaçme, dhe nga ana tjetër ka rrezik që Belinda Balluku mund të largohej jashtë territorit të vendit. Për këtë arsye u caktua dhe kjo masë e dytë sigurie. Në fakt është një çështje shumë komplekse, por siç thash do të mbetemi për të parë ose do të ketë një zhvillim të tillë nga fundi i muajit janar për parë në fillimisht se çfarë do të vendos, kur do të mblitet dhe çfarë do të vendos Këshilli i Mandateve rregulloreve dhe çfarë do të vendos më pas Parlamenti, për të parë në këtë mënyrë se si do të procedohet me
ne këtë rast ku kemi të bëjmë me një zyrtare, për herë të parë pra me një zyrtare e nivelit më i lartë që është marrë e pandeur nga Progresi Posaçëm Antikorrupsion dhe që janë caktuar këto dy masa sigurie, pasi kemi patur edhe rastin e Zotit Arben Ahmeta, i cili ishte ish zëvendës kryeministër në kohën kur lëshua masa e sigurisë së arrest në burg ndaj tij, por është herë e parë që ka një zëvendës kryeministër në detyrë ndaj të cilës lëshohen dy masa sigurie dhe që kërkohet një mas arresti ndaj saj nga ana e SPAK-ut. E qartë, faleminderit Keta për detajet, mbetemi në kontakt nëse do të ketë të tjera zhvillime, ndërkohë shkojmë reklama, kthehemi pas pak në studio.